historiani Jusuf Buxhovi. Zoti Buxhovi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni bashkuar në Off the Record. Mirëmbrëma. Ju keni qenë i pari në librin tuaj Kosova 5 që keni dalë me tezën e mënyrës organizimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Duket se deklarata e ish ndihmësit amerikan të shtetit po vërteton disa nga tezat tuaja. Po të them drejtën, tash unë para 15 vjetë shkrova historinë e Kosovës, në librin e 5, domosdoshmërisht duhet të ndalësha edhe të ajo që ndodhi mas rrahjes mas shërbimes së Jugosllavisë, organizimit shqiptarëve, lëvizjes institucionale, shtetit paralel dhe deri të rezistencë armatosun, në cilën faktikisht diplomacisë luftës diplomatike dhe përgjegjja diplomacisë luftës me intervenimin e NATO-s. Pa hyrë të gjithë ato që u thanë këto dhe dihen tashmë, në librin tim unë kom paraqit faktet se ushtria qeveritare e Kosovës ka qenë një lëvizje guerilje, një luftë e cila është përbërë për patriotëve të njerëzve të gatshëm që vdesin, por ju ka mungu struktura ushtarake dhe gjithë ajo infrastrukturë tjetër që i duhet një luftë të përgatitur në raport me atë që i kishte Serbia. Unë po ashtu kom thënë atë i bazuar në dokumenta, në gjitha përvojën, po që kom pas edhe vetë se kom qenë pjesëmarrës i lëvizjes institucionale, fillimisht si sekretar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, vitin 89-92, kur janë bërë ato lidhjet kryesore me Shërbat, kur jemi përcaktuar për shtetin paralel dhe lëvizjen institucionale, kom thënë që ajo lëvizje nuk ka qenë organizuar dhe ka pas shumë probleme, dhe ato probleme... Cilat probleme, zoti Buxhovi? Ka pas probleme tash organizative. Ajo ka qenë fillimisht një lëvizje që ka filluar me konceptin e lidhjes demokratike dhe shtetit paralel, atëherë që të ketë dhe njësi të mbrojtjes dhe të mbrojtjes në një farë mënyrë të jenë aktive, por jo në formën e një lufte të hapur me Serbi. Ato komitete janë zhvilluar, do të thotë, në forma të veprimtarie patriotike, por jo të gatshme që të jenë ballaball në konfrontimit të frontal me Serbi. Dhe kjo mandej ka ardhur kjo veprimtari është ndaluar prej amerikanëve në vitin 1992, nëse e kujtohet juve, kemi urdhrin e Kështjellës presidentit Bush, i cili ndalon Serbinë po ashtu që të sulmojnë Kosovë, po të njëjtën kohë edhe neve që kishim filluar organizimin e shtetit paralel, ministria jone atëherë kishte edhe ministrinë e Rrethit dhe ministrinë e mbrojtjes, që pushoi çfarëdo aktiviteti përderisa të vijë koha. Dhe atë kohë amerikanë thoshin se do ta përcatojmë na. Ju do bëni politikë pa luftë, dhe sa luftën pa politikë do ta bëjmë ne kur të vijë koha. Dhe ajo koha natyrisht ishte mas Daytonit të tutje. Kjo është pra e vështirësia që duhet thuhet tash, dhe se kur unë këtu i kam shkruar gjona një koncept integral, ka pas shumë kundërshtime pikërisht për aktorëve. Dhe kam patur shumë kritika, le të themi, sa i takon qëndrimeve të ndryshme në shtypin e Kosovës. Ndërkohë një deklaratë juaja, po aq e fortë ka qenë që ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka qenë e pastër, ka qenë e drejtë, por ka pasur shumë gjëra të këqija. Kështu keni thënë asaj kohe. Vazhdoni të qëndroni ende kësaj deklarate, zoti Buxhovi, edhe pas dëshmive në Hag? Po, unë dëshiroj bile kjo deklarata në Hag edhe e Rubinit, që këtu po flitet shumë veç mas dje, po sot ka një qëndrim pak më ndryshe, ka ra ato emocione që ishin kështu, ka një më shumë politike, më shumë natyrës militante. Kjo tregon se megjithatë ajo luftë ka pas probleme shumë të mëdha, ka pas vështirësi shumë të mëdha, por megjithatë ajo luftë mori epilogun e duhur në sajt angazhimit shqiptar dhe të NATO-s, por ajo ndryshimi e NATO-s dhe gjithë ato që ndodhen kanë qenë mbi bazën e intervenimit humanitar,
nëse kujtohet në mars të vitit 1989, domethënë mas masakrës në Drnis, vesmas ndaj familjes Jasharej, Këshilli i Sigurimit i OKB-s me rezolutë 1153 përcaktoi një formë të mundshme të ndërhyrjes humanitare për ta mbrojtur popullatën e Kosovës në përputhje me pikën 7 të OKB-s. Zoti Buxhovi, kur thoni që nuk ka qenë e pastër, çfarë doni të thoni? Jo, ajo është keq përdorë. Çdo luftë ka problemet e veta. Lufta që ka qenë luftë e drejtë, do thotë. Por brenda përmenda pikërisht aty në struktura, të cilat tash kujtohet edhe Gjems Rubini, kujtohet edhe Thaçi, kujtohen edhe të tjerë, se nuk ka pas